Këngëtarit të njohur Shpat Kasapi i është dhënë sot e diel lamtumira e fundit në qytetin e tij të lindjes, Tetov. Miq, familjar, kolegë të skenës muzikore dhe figura të njohura të artit ishin të pranishëm për të përcjellë artistin drejt banesës së fundit. Atmosfera ishte e rënduar nga dhimbja, ndërsa shumë prej të pranishmëve nuk i fshehen emocionet për humbjen e papritur të këngëtarit, i cili për vite me radhë ishte pjesë e skenës muzikore shqiptare. Miku i tij i afërt, këngëtari Ermal Fejzullahu, ndau edhe një postim prekës në rrjetet sociale. Lamtumir Shpat, shkroi ai. Kasapi u varros në varrezat e Tetovës, qytet ku ai lindi dhe u rrit, duke lënë pas një trashëgimi muzikore dhe kujtime të shumta për fansat dhe njerëzit që e deshën. I njëjti vdiq të mërkurën si pasojë e një sulmi në zemër, gjersa ndodhej në Itali. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.